Mirëmëngjes. Faleminderit juve për ftesën. Faleminderit edhe. Në fakt si e keni parë të tërë procesin e këtyre zgjedhjeve në 5 bashki, ku ashtu sikurse e përmenda, diku u krijuan vakanca. U mendua që do kishte zgjedhje edhe në Bashkinë e Tiranës, gjë që nuk ndodhi për arsye që ne do t'i diskutojmë edhe më pas, por gjithsesi në këto 5 bashki, si e shikoni këtë proces zgjedhor? Ky proces zgjedhor filloi me idenë që do të zhvillohej në 6 bashki, përfshi këtu dhe Bashkinë e Tiranës, që është bashkia më e madhe në vend. Dhe absolutisht për shkak të zgjedhjeve të mundshme në Bashkinë e Tiranës, mori dhe një vëmendje shumë të thellë. Po ashtu referuar edhe sondazheve që dilin në Bashkinë e Tiranës, shikohej që kishte një garë reale midis 2 kandidatëve dhe për herë të parë kishim edhe një kandidat qytetar të pavarur, të mbështetur nga opozita, siç kemi dhe të gjithë kandidatët e tjerë në për 5 bashkitë e tjera të vendit, ku opozita nuk ka dalë me kandidat të vetin, por ka mbështetur kandidat i cili vjen nga radhët e qytetarëve, pra kandidat të pavarur. Përveç në një bashki ku përveç kandidatit të pavarur, kemi dhe një kandidat, një forcë politike që tashmë është në opozitë, Shqipëria Bëhet. Cëriku. Nuk ka një interes të madh dhe të shtuar për këto zgjedhje, sepse janë zgjedhje lokale, dhe përveç se janë zgjedhje lokale, janë zgjedhje të pjesshme, pra që zhvillohen në një numër të caktuar bashkish, dhe që është një numër shumë i kufizuar nga 61 bashki që ka vendi, këto janë zgjedhje që zhvillohen vetëm në 5 bashki. Dhe kjo në fakt është treguar edhe në fushatën që është zhvilluar në këto bashki, një fushatë e qetë, e zhvilluar vetë nga kandidatët dhe pa mbështetjen e forcave politike kryesore të Tiranës, pra të drejtuesit e partive kryesore politike nuk kanë marrë pjesë në fushatën për këtë proces zgjedhor. Nuk e di se sa kjo do të influencoj në votim, sepse pavarësisht se këto janë zgjedhje lokale, po shoqëria shqiptare është shumë e politizuar, dhe zgjedhjet lokale janë për të zgjedhur menaxherin e qytetit, të rajonit, dhe nuk janë për të bërë politika të mëdha, por megjithatë gjithmonë zgjedhjet lokale në Shqipëri kanë pas nuanca politike. Por duke qenë se janë pak dhe janë të pjesshme, kjo nuancë politike nuk është vërejtur fare. Ajo çka është ndryshe nga radhët e tjera kësaj radhe është se në fletën e votimit ne nuk do të kemi partitë politike të opozitës, logon e partive politike të opozitës. Ato kanë deklaruar se mbështetin kandidatin e pavarur, çka në fakt nëse nuk shoqëroheshe me një mirë informacion dhe shumë informacion të dhënë tek votuesit, mund të çonte edhe në humbje të votave të partive opozitare, sepse në momentin që shkon të votosh, nëse nuk e informuar shumë mirë që ky kandidat mbështetet nga Partia Demokratike, mbështetet nga opozita, ti nuk e ke logon e partisë aty dhe kjo të çon në konfuzion dhe mund të mos ta votosh. Megjithatë kjo duhet parë se si do të shkojë deri në fund procesit zgjedhor. Ndoshta pa arritur deri sa një qytetari të shkojë tek fleta e votimit dhe të përballet me emrat e kandidatëve aty. A mendoni, meqense e cekët, a mendoni se qytetarët janë të ata që mbështesin opozitën, flasim për pjesën që mbështesin opozitën, janë të demoralizuar në këtë proces zgjedhor, sado në ato 5 bashkit e vendit për shkak të mos mbështetjes, ndoshta nga ana e opozitës për kandidatët e opozitës, por që mbështeten nga opozita? Po e bëjmë si lloj fjalësh. Po, shiko, unë shoh një lloj demoralizimi të anës opozitare të shoqërisë shqiptare, e cila vjen edhe për shkak të lodhjes, si shumë vite në opozit, dhe për shkak të migrimit. Migrimi është një fenomen që ka goditur më së shumti simpatizant të opozitës, dhe është një fenomen që po të shikosh godet më shumë veriun e Shqipërisë se sa jugun e Shqipërisë, dhe Shqipëria gjithmonë ka qenë ndar veriu më blu dhe jugu më i kuq, kështu që absolutisht besoj që po jam të demoralizuar, duke parë dhe rezultatin e fundit të zgjedhjeve të përgjithshme ku Partia Demokratike, partia kryesore në opozit, pat një rezultat zhgënjyes, besoj që po dhe ky do të jetë një element që do të influencoj në këtë proces zgjedhor. Thënë të gjitha këto janë zgjedhje për të menaxhuar një territor të caktuar, nuk do duhet të kishin fare pikprerje me partitë politike dhe me politikën e madhe. Këto janë për të zgjedhur njeriun e duhur për vendin e tyre. Dhe shumë vota në
këto bashki të cilat janë bashki relativisht edhe të vogla, kemi bashki me rreth 20.000 votues, dhe kur flasim për 20.000 votues, nuk kuptojmë që vota në kutinë e votimit nuk do gjejmë shumë se 6-7.000 vota. Ata absolutisht lidhje dhe njohjet me kandidatët janë një shtysë e madhe për të shkuar për të votuar dhe për të votuar për atë që vlerësojnë më shumë. Pjesëmarrja në këtë proces votimi do të jetë e ulët, kështu ka qenë gjithmonë në Shqipëri, në zgjedhje të pjesshme lokale në Shqipëri pjesëmarrja ka qenë shumë e ulët gjithmonë. Si do ta vlerësonit juve mënyrën se si është përgatitur ndoshta procesi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka krijuar një praktikë të mirë të menaxhimit të proceseve zgjedhore, po t'i referohemi edhe raportit të OSBE-Odirit në fakt përgëzon punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, besoj që është krijuar tashmë kjo praktikë dhe kjo eksperiencë pozitive në menaxhimin e proceseve zgjedhore në Shqipëri. Mos harrojmë që edhe në zgjedhjet e përgjithshme nuk pati probleme ditën e zgjedhjeve. Situata ishte shumë e qetë, siç po shikohet edhe në këto 5 bashki, që po votohet për momentin situata është shumë e qetë dhe çdo gjë po shkon mirë. Kështu që nuk besoj se do të kemi probleme me menaxhimin dhe administrimin e procesit dhe në fakt nëse ka pasur ndonjëherë probleme me menaxhimin e procesit të votimit, problemet nuk kanë ardhur si pasojë e keq menaxhimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por problemet kanë ardhur si pasojë e ndërhyrjes së partive politike në procesin e administrimit. Ne e dimë që partitë politike kanë një pjesë shumë të madhe, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në administrimin e proceseve zgjedhore, sidomos në komisionet e treta dhe të dyta, në KZAZ dhe në komisionet e votimit, sepse janë përfaqësues të partive politike. Dhe partitë politike shpeshherë në moment të fundit i ndryshojnë komisionerët e tyre për arsyet nga më të ndryshmet dhe çojnë aty komisionerët të cilët janë të patrajnuar për të zhvilluar detyrën që u është ngarkuar. Dhe kjo jo vetëm që është një realitet që ne kemi përjetuar dhe e njohim shumë mirë, por edhe nga OSBE-Odiri është një nga pikat më problematike. Kërkohet që të ndryshohet mënyra se si përcaktohen komisionerët në komisionet e dyta dhe të treta, dhe të mos jepet më mundësia partive politike që t'i heqin ata sa herë të duan dhe kur të duan, dhe t'i zëvendësojnë. Pra, në gjykimin tuaj janë garantuar kushtet e përshtatshme për të patur një proces zgjedhor të ndershëm. Jam besim plot që procesi zgjedhor nga ana e administrimit do të jetë i suksesshëm. Pastaj fenomenet të tjera, siç janë fenomeni i shitblerjes votës e të tjerë me radhë, këto janë çështje që to janë ndërhyrje pastaj. Janë ndërhyrje në procesin zgjedhor nga jashtë, duhet të shikojmë nëse do të kemi indicie për to apo jo. Për momentin nuk ka indicie. Dhe sa e rëndësishme është kjo ditë tek këto 5 bashkit që mbajnë zgjedhje ditën e sotme për testimin e administratës zgjedhore? Jo, janë zgjedhje të pjesshme, zgjedhje që zhvillohen në një numër shumë minimal bashkish, nuk ka çfarë të testohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë proces. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve praktikat e veta i ka shumë të mira edhe arrin ta zhvillojë këtë proces në mënyrë perfekte, do mund të thoja unë. Ky është proces në një pjesë shumë të vogël të bashkive të vendit dhe është në një realitet të mbyllur. I përket vetëm atyre bashkive, vetëm çka ndodh brenda atyre bashkive, janë ata që duhet vendosin se çfarë do të bëjnë me kandidatët e tyre, se këto duan që do t'i drejtoj. Shikoj që disa prej këtyre bashkive, pjesa më e madhe këtyre bashkive janë bashki që historikisht kanë qenë të majta, dhe duke qenë se në pushtet është po e majta, nuk besoj që do të ketë ndonjë ndryshim të madh, se kush do ta fitojë bashkinë. Kam dyshimet vetëm në një bashki ku ka 2 kandidatë që vinë në fakt nga spektri i majt. Një është kandidat i Partisë Socialiste, por kemi dhe një kandidati që është pjesë e Partisë Socialiste, ka qenë pjesë e Partisë Socialiste, e strukturave drejtuese të atij qyteti të Partisë Socialiste, e cila kandidon si e pavarur. A flisni për Bashkinë e Matit? Flas për Bashkinë Mat, po. Dhe biles në djenin time ka pasur edhe një tentativë nga Partia Socialiste për të mos ta lejuar të kandidojë këtë kandidate të pavarur, duke kërkuar në KQZ mos kandidimin e saj për shkak të verifikimit të firmave mbështetëse të saj, po që jo nuk është marrë në shqyrtim kërkesa e Partisë Socialiste. Po këtë e them pse
sepse ndoshta Partia Socialiste e shikon si një mundësi për të humbur vota në Bashkinë e Matit, si pasojë e kandidimit të dy kandidatëve të cilët vinë nga strukturat e partisë së tyre. Hajnë votat e njëri tjetrit. Në këtë pikë ju thoni që gara në Bashkinë e Matit Gara në Bashkinë e Matit është interesante. Po zhvillohet mes Partisë Socialiste? Jo, nuk them që po zhvillohet. Apo mund të ketë një lloj për shkak se janë dy kandidatë të Partisë Socialiste, mund të dali fitues kandidati i pavarur, por me mbështetjen e opozitës. Kandidati i qytetarëve, kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita. Mund të ishte një risi kjo dhe do të ishte interesante ta shikonim, sepse në fakt të dy kandidatë nga njëjti gjile të themi, dhe kandidatja e pavarur në fakt ka qenë kryetarja e gruas së Partisë Socialiste për shumë vite me radhë. Pra një person që i njeh strukturat që ka punuar me strukturat që ka punuar me njerëzit, ndoshta do t'i jepte në fakt ky lloj kombinimi një favorizim shumë të madh kandidatit pavarur, që mbështetet nga opozita. Dhe par nga ana juridike, çfarë ndodh kur një kryetar bashkie jep dorëheqjen ose largohet ashtu si kurse ka ndodhur në këto 5 bashkit e vendit? Që do të thotë, këto zgjedhje në këto 5 bashki, nëse nuk do të ishte pjesë Bashkia e Tiranës, do të ishin mbajtur në të njëjtat kushte? Po, është detyrim ligjor për të mbajtur në të njëjtat kushte. Po, është detyrim ligjor që zgjedhjet të zhvillohen në rast të largimit të kryetarit të bashkisë. Pyetja që unë kisha... Nuk zhvillohen vetëm nëse është fund të mandatit, 6 muaj përpara se sa t'i mbarojë mandati, nuk zhvillohen zgjedhje, pra pritet për kohën normalit të zhvillimit të zgjedhjeve. Po, sa herë që një bashki qëndron pa një kryetar, bashkie të zgjedhur për shkak të situatave të ndryshme, vdekjes, dënimit me vendim të formës së prerë, dorëheqjes së tij është detyrë e qeverisë në fakt që të shpalli vakancën, t'i dërgoj vakancën Presidentit të Republikës dhe Presidenti i Republikës të nxjerrë dekretin për shpalljen e datës së zgjedhjeve. Po, absolutisht. Kemi edhe në këto zgjedhje në fakt u tentua që të bëheshin zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, ku në fakt kryetari i bashkisë nuk plotësonte kushtet, thënë këtë nga gjykata kushtetuese, për të konsideruar që nuk është më ky kryetar bashkie. Ai është mbahet në burgim për shkak të hetimeve që janë zhvilluar ndaj tij, por nuk ka një vendim të formës prerë që e dënon atë dhe për shkak të vendimit të formës prerë absolutisht humbet mandati. Gjykata kushtetuese gjykoi se procedura se si ka arritur Këshilli Bashkiak, qeveria e më pas Presidenti i Republikës si pasojë vendimeve të këtyre dy institucioneve të shpall zgjedhjet në këtë bashki është një procedurë që nuk ka ndjekur rrugën kushtetuese. Dhe për këtë arsye ka kthyer mbrapsht. Thënë këtë, unë e shikoj vendimin e gjykatës kushtetuese si një vendim që nuk e mbyll komplet situatën në Bashkinë e Tiranës. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është i tillë që në Bashkinë e Tiranës do të kemi një kryetar bashkie deri në momentin që do të kemi një vendim të formës prerë për dënimin e tij. Ajo merret me procedurën që është ndjekur se si ka ardhur. Por që mbetet kryetar bashkie. Ai mbetet kryetar bashkie, po nëse procedura zhvillohet edhe një herë tjetër dhe futet në shinat e kushtetuesës, do të mund të mos kemi më kryetar bashkie të zhvillohen zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Sepse nuk ka thënë gjykata kushtetuese që në fakti që Erion Velia është në burg pa dëshirën e tij, por për shkak të një hetimi që është kundra tij, domosdoshmërisht e mban atë antar kryetar të Bashkisë Tiranës. Mundet që të vlerësohet që fakti që një kryetar bashkie është në pamundësi për të ushtruar detyrën e tij sepse është në paraburgim, të konsiderohet nga qeveria tashmë, pra Këshilli Bashkiak ta shkarkoj për efektin e mungesës në punë për 3 muaj me radhë dhe qeveria të konsideroj mungesën në punë për 3 muaj me radhë një shkelje të rëndë të kushtetutës. Sepse nuk e ka konsideruar të tillë. Qeveria nuk e ka marrë fare parasysh shkakun pse. Nuk është marrë me shkakun. Dhe pastaj të shikojmë
Nëse ankohemi në gjykatën kushtetuese për këtë vendim të qeverisë, do të shikojmë nëse gjykata kushtetuese do të vlerësoj është apo nuk është një shkelje e rëndë fakti që një kryetar bashkie mungon për mbi 3 muaj në vendin e punës, jo për shkak të vullnetit të tij, po për shkak sepse është në paraburgim për një hetim që është filluar kundrejt tij. Në fakt, ligji për qeverisjen vendore që thotë mos prezenca 3 muaj në punë, mos paraqitja 3 muaj në punë, nuk flet më për ndonjë arsye, nuk tregon arsye, e lët blank të mos paraqitet 3 muaj radhazi në punë. Ndryshe nga të zgjedhur të tjerë, që për të cilët ka të njëjtat parashikime, po janë të një forme tjetër. Për shembull, për deputetin e Republikën e Shqipërisë, mos paraqitja 6 muaj në seancat plenare, me arsye, pa arsye, e kërkon pa arsye. Pra nëse ke arsye, nuk të hiqet mandati. Po nëse je pa arsye të hiqet mandati. Në rregull? Kurse këtu te kryetari i Këshillit Bashkiak nuk kërkon arsye, motivacion ose jo thot mos paraqitesh në punë. Dhe ndoshta ligjvënësi në momentin që e ka bërë këtë nen, që ka krijuar këtë ligj, mund të ketë marrë parasysh fiks këtë situatë. Një situatë të tillë kur një kryetar bashkie ka të pamundur të paraqitet në punë për shkak të masës së izolimit që i është dhënë nga sistemi i drejtësisë për shkak të hetimeve që janë ndaj tij. Kështu që loja është akoma e hapur në Bashkinë e Tiranës. Për gjykimin tim, si jurist, loja është akoma e hapur. Do duhet parë vullneti politik ku është. Nëse ka realisht një vullnet politik që të zhvillohen zgjedhje të reja në Bashkinë e Tiranës, dhe ky vullnet politik vjen nga Partia Socialiste, atëherë Partia Socialiste shumë mirë mund t'i kërkoj sërish, siç i kërkoj në fakt, sepse ishte haptas një kërkesë që u bë nga kryeministri Edi Rama Këshillit Bashkiak që të procedonte me shkarkimin e zotit Veliaj, sepse zoti Veliaj nuk ka 3 muaj që nuk është në punë. Ka shumë se 3 muaj. Ka 8 muaj. E që nuk është në punë dhe vetëm pas 8 muaj Këshilli Bashkiak vendosi që të përdori këtë argument për të shkarkuar zotin Veliaj, sepse mori urdhër në fakt nga kryeministri Rama, apo jo. Nëse kryeministri Rama mendon që të bëj zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, mund t'ia rikërkoj Këshillit Bashkiak që të mblidhet dhe të bëjë shkarkimin në bazë të procedurave që me të njëjtën procedurë për mungesë, për mos paraqitje në punë. Dhe pastaj qeveria të marrë vendim për shkarkimin e tij, duke konsideruar mos paraqitje në punë shkelje të rëndë të kushtetutës. Nuk e ka konsideruar kështu. Qeveria nuk ka marrë asnjë vendim që ta dini për shkarkimin e Erion Veliajt. Qeveria ka marrë shkarkimin që i ka bërë Këshilli Bashkiak Erion Veliajt dhe ja ka kaluar presidentit Republikës dhe i ka thënë ky është i shkarkuar. Po. Jo, nuk është ashtu. Kompetenca për ta shkarkuar kryetarin e bashkisë nuk është e Këshillit Bashkiak, është e qeverisë. Qeveria duhet marrë vendim për shkarkimin e tij sipas nenit 115 kushtetutës. Në fakt ata edhe kur e kanë shkarkuar dhe kur nuk janë referuar fare nenit që flet për shkarkimin e një të zgjedhurit. Pra për mungesën. Absolutisht nuk janë referuar fare atij neni, janë referuar nenit 100 të kushtetutës që flet që qeveria merr vendime. Po nuk mendoj se nuk ka patur jurist për t'i orientuar se si bëhet. Unë mendoj që kanë patur jurist për t'i orientuar se si bëhet. Apo e kanë lënë. Por kanë vendosur ta bëjnë kështu. Pra që do të thotë ne nuk duam zgjedhje në Bashkinë e Tiranës? Unë gjykoj që mund të jetë që nuk duan zgjedhje në Bashkinë e Tiranës, edhe këto do ta shikojmë, sepse gjykata kushtetuese i ka treguar rrugën. I ka thënë kështu siç e keni bërë gabim. Po. Por ju mund ta bëni ndryshe. Por mund ta bëni ndryshe, mund të thërrisni Këshillin Bashkiak, bëhet shkarkimi dhe më pas në të njëjtën procedurë, më të thritet Këshilli Bashkiak, por të thritet Këshilli Bashkiak, të mblidhet. Të thotë, kjo është shkelje e rëndë për neve, që ky nuk paraqitet në punë për mbi 3 muaj, ne propozojmë shkarkimin e tij. Dhe qeveria të thotë, fakti që ky është propozuar për të shkarkuar nga Këshilli Bashkiak për shkak të mungesës në drejtim të bashkisë, për ne konsiderohet shkelje e rëndë e kushtetutës. Dhe për shkelje të rëndë të kushtetutës, ne po e shkarkojmë. Dhe qeveria të shkarkon. Dhe këtë ja dërgon presidentit Republikës. Presidentit Republikës pastaj nxjerr dekretin e vet. Gjatë kohës midis kësaj mund të ankohet Erion Veliaj prapë në gjykatën kushtetuese dhe le t'i ngeli gjykatës kushtetuese të thotë, është shkelje e rëndë e kushtetutës kjo apo jo? Është shkelje e rëndë kjo fakti që ky nuk paraqitet dot në punë, jo për fajt vet.
Po, e qartë. Po, dhe të shikojmë, sepse unë kam besimin që gjykata kushtetuese do të gjindeshe realisht përpara një sfide të vërtet. Nëse do t'i thueshe gjykat e nderuar, kemi një bashki e cila nuk ka të zgjedhurin e vetë në krye të punëve. Kontrata me qytetarin në fakt ka rënë, sepse ky nuk e drejton dot bashkinë e tij. Po. Apo jo, është kështu. Do thoni ju, ky nuk e drejton dot për fajt vet. Jam dakord, jo për fajin e tij, sepse këta e kanë dënuar. Jesh në proces, është në proces gjyqësor. Është në hetim dhe rëndojnë x akuza ndaj Veliaj. Por në këtu kemi dy interesa në konflikt me njëra tjetrën. Kemi interesin e një kryetari të zgjedhur që të vazhdojë të ushtrojë detyrën nga qelia, kemi edhe interesin e bashkësisë, komunitetit që të drejtohet nga një kryetar bashkie që të jetë në krye të punëve. Në të gjitha këto kemi dhe i precedent në fakt në gjithë këtë situatë. Kemi një precedent i vjen nga Turqia, ku një kryetar bashkie ka kaluar të njëjtën situatë me Erion Velin, dhe çështja e tij i është paraqitur edhe Komisionit të Veneciave për opinion. Dhe Komisioni i Venecias në opinionin e tij ka thënë që do duhet që gjykatat kur të vendosin për masat e sigurisë mbi një person, mbi një subjekt të zgjedhur nga populli, nuk do duhet të aplikoj të njëjtat kritere si që aplikon për qytetarët e zakonshëm, sepse i zgjedhuri nga populli ka një ngarkesë tjetër, më të rëndë, më të madhe, më të fortë. Kështu që duhet shikuar edhe pastaj nëse gjithë kjo situatë përkthehet në dy mënyra, sepse këtu ka vetëm dy rrugë, nuk ka më rrugë tjetër. Bashkia e Tiranës nuk mund të drejtohet dot nga zoti Erion Veliaj në qeli. Nuk mundet dot. Kjo nuk është normale, kjo nuk është logjike. Dhe kjo nuk është natyrale. Dy rrugët janë të tilla. Ose ai shkarkohet, ose atij ndryshohet masa e sigurisë dhe i lejohet që të shkojë në punë. Po këto janë, nuk ka dy rrugë të tjera. Në gjykimin tuaj kush mendon se do të ndodhë? Në gjykimin tim, duke parë dhe statusin e fundit që ka bërë kryeministri Edi Rama për këtë situatë, më duket që janojnë më shumë nga zbutja e masës së sigurisë. Unë ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit.